Pas ndarjes që bëri shumë bujë në media, Elia Zaharia ka folur për herë të parë publikisht për divorcin nga Princ Leka dhe sfidat që e kanë shoqëruar në këtë periudhë. E ftuar në një studio televizive, aktoria është treguar e rezervuar në detaje, por ka ndarë disa reflektime personale që kanë gjallur vëmendje nga publiku. Në një bisedë, Elia zbuloi se pavarësisht vështirësive emocionale, ajo ka dalë nga kjo periudhë me një mësim të fuqishëm shpirtëror, dimensionin e faljes. Do e them me një fjalë, dimensionin e faljes. Kjo për mua nuk ka të paguar, u shpreh Elia, duke lënë të kuptohet se pas ndarjes nuk ka vend për urrëtie, por për reflektim dhe rritje personale. Elia e pranoi se periudha që kaloi ka qenë komplekse dhe e mbushur me emocione të forta, por theksoi se forca e saj ka ardhur nga mbështetja e fortë familjare. Ka qenë një periudhë komplekse, por unë falenderoj Zotin çdo ditë për atë mbështetje që më ka dhënë familja ime, rrethi im. Unë jam me shumë fat sepse prindrit e mi, familja ime, nuk janë vetëm familja ime, por janë edhe miqtë e mi më të mirë, me të cilët unë mund të ndaj çdo gjë nga gjërat e mia, gjërat e gëzuara. Them, o Zot, duhet që të falenderojmë dhe t'i duam prindrit për aq kohë sa janë. Ajo që Elia vuri në qendër të vëmendjes ishte vajza e saj e cila tashmë është prioritet absolut. Unë dua që ajo të ndjehet ngrohtë shpirtërisht dhe të marrë dashuri nga të dy krahët. Për mua kjo është vetmja gjë që vlen. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.